Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë një analizë me ju. Në fakt nuk doja kur të flas për një letër e cila akoma nuk është lexuar, por duke u bazuar nga fakti që Arbana Osmani në përmjet mimikave të saj, në përmjet mënyrës se si ajo interpretoi atë letër, dhe duke u bazuar tek Indrin se çfarë qëndrimesh kishte gjatë kohës kur Arbana prezanton tek këtë letër, njëkohësisht edhe nga reagimet e opinionistëve, të linte që të mendosh shumë. Do me thënë, çfarë fshihet në atë letër? Një djalë i cili deri dje admironte një vajzë, e puthte, e përqafonte, i jepte ngrohtësi, i jepte pozitivitet, i jepte një energji të mirë, një nën e cila doli në një intervistë dhe tha që unë kam raporte jashtëzakonisht të mira me ishnusen tjetër, që kemi hyrje dhe dalje, që do me thënë e latë në kuptuar që gjërat nuk është se janë mbyllur qartazi mes Indrit dhe ish-bashkëshortes së tij, një Vanesa e cila shkatroi një marrëdhënie të saj, e cila u dashurua pa marrur përgjigjen nga partneri i saj që e do. Do me thënë një histori që realisht ne mësuar histori të tilla të shohim vetëm nëpër filma, i mësuar ngjarje të tilla të shohim vetëm nëpër serialet që thjesht e dim që pas saj ekziston një skenar dhe fatkeqësisht janë, do me thënë, skenar dhe fatmirësisht është histori, do me thënë është një histori dashurie. Tani Indrin ka shkruar një letër që Vanesa nuk kishte dashur që këtë të premte ta lexonte në studio. Do shkojmë në të dy rrugët, do kalojmë nga rruga e majtë dhe nga rruga e djathtë. Tani unë do t'i vë në kandar situatën. Do të thoni ju pse? Sepse e para njerë fillimisht mund të jetë edhe një skenar nga ana e produksionit për të ngritur hamencime deri të hënën se çfarë do të ndodh. Çfarë ka shkruar Indrin në atë letër të cilën po ja adreson Vanesës në këtë rast. Edhe pse Vanesa nuk është që nuk do të atakon Indrin, Indri nuk është që është i padalshëm prej aty dhe duhet të bën këtë lëvizjen me letër. Do me thënë, pse duhet të shkruhet kjo letër pikërisht tani, në momentin që u bë hyrja e vajzës tjetër, afrimiteti i saj qoftë edhe në përprajme pranë Indrin. Tani, këto të dy thonë, ne kemi gjetur një afrimitet, kemi gjetur një shoqëri të përbashkët, vajza thotë unë kam një lidhje jashtë e cila akoma nuk është e definuar si lidhje, por si që duket pëlqimi ka ekzistuar që jashtë për Indrin dhe jo më kot u pozicionua tek Indrin, por shoh që edhe Indrin ka një lloj emocioni, ka një lloj ndjesie derisa që nga mëngjesi deri në darkë nuk e përmendën Vanesën fare. Do me thënë as nuk e përshëndet nëpërmjet kamerave, as nuk thotë që më mungon Vanesa. Mendoj që Indrin nuk ka fare ndjenja për Vanesën, se zakonisht këto që kanë qenë çifte nëpër formate të këtilla, si reality show Ferma apo Big Brother, gjithmonë kanë patur një lloj komunikimi me partnerët e tyre jashtë fermës dhe këtë komunikimin e kanë përdorur nëpërmjet kamerave ose kanë ngritur zërin të pyesin në qoftë se partnerët e tyre janë në studio apo jo. Indrin çuditërisht nuk i bën këto gjëra, do me thënë nuk e përmend Vanesën fare dhe kjo le për të kuptuar shumë. Por, nëse është një mesazh për një ndarje, sa e drejtë dhe sa njerëzore dhe sa burrnore do të ishte që një mashkull preferon që të mbyll marrëdhënien me një femër pa dal nga ferma fare, sepse ai nuk ndihet i sigurt dhe nuk ndihet mirë nëpërmjet një letrës. Do të thënë mbyllet një marrëdhënie me një letër, mua më duket që jo. Por nga vetë fakti që vajza në fjalë, e cila hyri në një çift,
qëndroj me Indrin, ndau kohë me Indrin, i kanë krevatet afër, ndajnë momente me njëri tjetrin, ndajnë biseda me njëri tjetrin dhe shijojnë çaste me njëri tjetrin, unë mendoj që Indri në atë letër ka lënë sqarimin e tij të fundit kundër drejt Vanesës për të mbyllur rrugtimin me të dhe për të vazhduar një njohje me vajzën në fjalë. Do me thënë, qëndrimet e Indrit brenda në shtëpi mua më asociojnë këtë gjën. Unë uroj me zemër që unë të dal gabim në analizën time që jam duke bërë dhe shpresoj me shpirt që Indrin të ketë krijuar një surprizë për Vanesën dhe nëpërmjet kësaj letre t'i shprehën dashurinë, mungesën, emocionin që kjo vajzë ka ditur t'ja jep brenda në ferm, sepse unë mendoj dhe besoj që Vanesa ishte krejtësisht e dashuruar në Indrin dhe kishte një kujdes të jashtëzakonshëm për atë djalë. Dhe pas gjithë storjeve që Indrin ka patur në jetën e tij, unë mendoj që Indrin ka fatin që ka gjetur një vajzë si Vanesa, e cila e shikonte në dritë të syve. Do të thonë, kujdeseshte për shëndetin e tij, kujdeseshte për ushqimin e tij, kujdeseshte për disponimin e tij, gjë që në fakt në ditët e sotme nuk ekziston. Dhe unë mendoj, para se të vlerësojmë bukurinë të një vajzë, para se të vlerësojmë trupin të një vajzë, para se të vlerësojmë linjat të një vajzë, unë mendoj të vlerësojmë shpirtin të një vajzë. Dhe në këtë rast, Vanesa e ka treguar veten kundër drejt Indrin, po nga vetë fakti që Arbana e shtyu letrën dhe ja mbushi mendjen Indrit, realisht ai nuk ja mbushi mendjen, Arbana vetë shtroi pyetjen, vetë mori vendimin, këtu ka diçka edhe më shumë dhe jo më kot produksioni dëshiron që ta zgjatën dhe të krijon një përballje midis Indrin dhe Vanesën. Më vjen shumë keq, sinqerisht. Do të ishte e bukur fare në qoftë se fshiheshte një mesazh negativ për Vanesën, të mos të bëheshte pjesë e spektaklit, sepse thjesht do të ishte një moment klikimesh. Thjesht do të ishte një moment që kjo vajzë edhe njëherë do ballafaqoheshte me një moment që ajo nuk e beson. Do të thënë, ajo doli me besimin që ky djali do del jashtë dhe do ndërtojë një diçka të bukur, sepse shkatroi marrëdhënien e saj. Por unë uroj me zemër që të gjithë ne, e them edhe një herë, të jemi gabim dhe Indri të ketë shkruar fjalë miradije, fjalët më të bukura që ti mund t'ia thuash personit të zemrës në këtë letër kundër drejt Vanesës, sepse nuk ka më bukur se sa të mbështesim dhe të duartrokasim dashurinë. Po nga fakti i qëndrimit në dhomën e agajit të Indrinit, unë kuptova një letër mbi të cilën fshiheshte, domethënë, një mesazh që nuk do të jetë mesazh i bukur për Vanesën dhe tani me sa ankth do të qëndroj Vanesa deri të hënën për të dëgjuar këtë letër, ose mund të kërkon që t'ikën ta lexon letrën dhe më pas të hënën përsëri në spektakël ta bisedojnë. Do të më dukeshte shumë e padrejtë në qoftë se Indrin pret në bezë Vanesën, sepse unë tek Vanesa pash vërtet një njeri të jashtëzakonshëm.